Drejtoria e përgjithshme e Burgjeve ka reaguar pas publikimit të një video në rrjetet sociale nga gazetari flamur Vejzaj, ku shfaqen persona brenda ambienteve të burgut të Durrësit. Përmes një deklarate zyrtare, institucioni falenderon gazetarin për publikimin e informacionit, si dhe u bën thirrje qytetarëve dhe mediave të denoncojnë çdo rast që cënon sigurinë e institucione. Sipas drejtorisë së Burgjeve, personat e shfaqur në video janë identifikuar nga strukturat përgjegjëse, ndërsa një pjesë e tyre rezulton të jenë liruar ose transferuar përpara muajit janar 2026. Menjëherë pas publikimit të pamjeve, është njoftuar shërbimi i kontrollit të brendshëm në sistemin e burgjeve, i cili ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të rastit. Hetimi përfshin jo vetëm personat e identifikuar në video, por dhe verifikimin e zinxhirit komandues në JVP Durrës për të përcaktuar përgjegjësitë në çdo nivel. Ndërkohë autoritetet bëjnë me dije se kontrollet në burgje janë intensifikuar dhe vijojnë pa ndërprerje. Gjatë kontrolleve të zhvilluara së fundmi në JVP Durrës janë sekuestruar 3 telefona celular, ndërsa poseduesit e tyre të identifikuar dhe në videon e publikuar kanë kaluar në regjimin e veçimit dhe po procedohen penalisht. Drejtoria e përgjithshme e burgjeve thekson se nuk do të tolerohet asnjë shkelje dhe se çdo rast do të ndiqet me masa konkrete dhe përgjegjësi individuale. Siguria nuk negociohet, thuhet në reagimin zyrtar.